Maqedonia e Veriut është atë dheu im, është vetëm një slogan politikanesk, i cili mund të përdoret aty këtu nga ndonjë politikan kur është në pushtet, sa për të dëshmuar konstruktivitet para faktorit ndërkombëtar dhe sidomos para opinionit politik maqedonas. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, më njëherë pasi e mori postin e ri në qershor të vitit 2024, deklaroi se Kosova është atë dheu, vendi i prindërve të mi. Por pas reagimeve të shumta negative në opinionin publik maqedonas dhe sidomos pas reagimit të kryeministrit Kristian Mickoski se Gashi ka gabuar, vetë krye parlamentari për Javorën Fokus deklaroi se Maqedonia e Veriut është atë dheu im dhe nuk mund të thot dikush që e do më shumë se unë Maqedoninë e Veriut. Shkurt, Afrim Gashi e do Kosovën, krye parlamentari Maqedoninë e Veriut. Për dy përfaqësuesit shqiptare nuk bëjnë tifo vetëm qytetarët shqiptar, por edhe politikanët, pavarësisht se cilës parti politike i takojnë. Kjo është e kuptueshme duke u bazuar në argumentimet etnokulturore historike, por fakti që kur luan Maqedonia e Veriut, shqiptarët nuk kanë asnjë pikë emocioni dhe asnjë përqindje të manifestimit publik të lojalitetit ndaj shtetit dhe simboleve të tij, por edhe përfaqësuesve të saj sportive, duhet të jetë një alarm për shtetin, qeverinë, kuvendin, institucionet e ndryshme, arsimin, kulturën, sektorin një qeveritar, mediat, natyrisht edhe qytetarët. Kjo ndodh edhe duke pasur parasysh faktin që në përfaqësuese luajnë Bardhi, Musliu, Alioski, lojtarë të tjerë dhe në të kaluarën kanë luajtur edhe shumë futbollistë shumë të mirë shqiptarë si Nexhmedin Mehmeti e Artim Shaqiri.